Portugalia na zgënjeu edhe këtë herë. Prej Ronaldo së unë jam me Portugalin. Po ka bëri pas ndeshjen me Spanjën, me thënë vërtetën tani se jam në një ekspert i fushës blertë. Po e pas ndeshjen me Spanjën të dia ishte nivel i mërzitshëm në atë që un pash. Po të kalonte Portugalia do thosha nuk është se i vodhi që Spanjës, po kalonte Spanja thosh nuk është se i vodhi që Portugalisë. Të dia luajtën aty, Spanja tenton çik më shumë, po nuk është se kishte ndonjë forcë goditse të frikshme. Portugalia i shkoi më pranë golit me transversën, pra ishin të dia në atë nivel, por jo në një nivel i kënaqshëm që për të thënë që e paska hallall botrorin. Të dia janë të mërzitshme dhe unë shpresoj shumë që Spanja, me që Belgjika na bëri një nder, eliminoi Amerikën, po na bën dhe një nder, po na heq dhe Spanja nga ky botror që ata zbresin çik me këmbë tok. Po edhe ai futbolli i mërzitshëm i tyre sepse erdhën çik si të ingranuar që Spanja pretendente, erdhën me petkun e kampionit të Europës, ëh? Prisnim një Yamal që trumpetoi shumë përpara këtij botrori, por për momentin në ndeshjen me Portugalinë mua më duk niveli barabartë me Ronaldon. Vetëm kur largua Mendes, sigur u ngjall pak, pra nuk është se bëri në gjë më shumë Yamali se Ronaldo në atë ndeshje, pra një Spanjë që mua deri tani për të më ka zgënjur shumë dhe shpresoj që të eliminohet për shkak se nuk e meriton të jetë në këtë lloj botrori me futbollin që ka treguar. Më shumë futboll bukur ka treguar Kepi Gjelbër dhe Norvegjia se Spanja, për të thënë vërtetën.